Besimi i qytetarëve në sistemin gjyqësor vazhdon të jetë në nivele të ulta. Me ata që folëm, shprehin shqetësime kryesisht për efikasitetin e procedurave, kozgjatjen e proceseve gjyqësore dhe perceptimin se sistemi duhet të jetë më i barabartë për të gjithë. Për shumë prej tyre, gjyqësori renditet ndër institucionet me nivelin më të ulët të besimit. Disa madje hezitojnë t'i çojnë rastet në gjykatë. Nikogar pravda nessuno ne работат правилно, корумпирани се, нито е корупција и немаше да правиме ова држава. Nema nikakva pravda, nikakva nejana tajna. Cijela Makedonija prošala, ne čini. Popravo nešto co ovi advokati su sudili što se smešani to besmisla. Po mojem mišljenju pravda nema. Mislim ne samo u ovoj gradu, uopšte u cijela država. Правности не. Слабо правности немат право. Само за големите имат право, за народот. Sipas anketës më të fundit të Eurobarometër 2025 të Komisionit Evropian, vetëm 28% e qytetarëve në Maqedoninë e Veriut kanë vlerësim pozitiv për pavarësinë e sistemit gjyqësor. E sipas të dhënave të fundit të Balkan Barometer, një nga matjet më të përdorura për Ballkanin Perëndimor, besimi në gjykatat e Maqedonisë së Veriut mbetet më i ulti. 52% e qytetarëve deklarojnë se nuk kanë fare besim në gjykata. 27% thonë se nuk kanë shumë besim. Vetëm 17% kanë mjaft besim dhe vetëm 4% kanë besim të madh në gjykata.